sonte, mysafir është Sigal Prishtina. Mbrëm në palestrën Shaninushi në Gjakov u zhvilluan një ndeshje me atmosferë të jashtëzakonshme, ku tifozët e vllaznimit krijuan një energji të veçantë me përkraje të vazhdueshme gjatë gjithë lojës. Përballja mes KB Vllaznimit dhe Sigal Prishtinës, e vlefshme për javën e 6 të Superligës së Kosovës në basketboll, u karakterizua nga një ritëm i lartë, duke përfunduar me fitoren e mysafirëve. Vllaznimi e nisi ndeshjen më mirë, duke mbyllur çerekun e parë me 4 pike përsi. Në periudhën e dytë, Sigal Prishtina mori kontrollin e lojës dhe shkoi në pushim me avantazh 37-44. Kryeqytetasit e zgjeruan e përsi në çerekun e tretë deri në 16 pikë, por kuqezinjet reaguan duke ngushtuar rezultatin në 60-69 pas 30 minutash lojë. Në 10 minutëshin e fundit, Vllaznimi arriti të afrohej deri në 4 pikë, 84-88. Megjithatë, Sigal Prishtina ruajti avantazhin dhe mbylli takimin 86-91. Te KB Vllaznimi, më i dalluari ishte Marki Zvarik me 24 pikë, ndjekur nga Zigi Rejt me 21 pikë dhe Ronda Syla me 14 pikë. Për Sigal Prishtinën shkëlqeu Adrio Bailey, i cili kontriboi me 25 pikë dhe 7 kërcime. Pas kësaj xhiroje, KB Vllaznimi regjistron një fitore dhe 5 humbje, ndërsa Sigal Prishtina shkon në 4 fitore dhe 2 humbje. Ndeshja mbyllet me fitoren e Sigal Prishtinës, çfarë drame e vërtet.